Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni në emisionin Fokus në programin e parë të Radio Kosovës. Në vitin 2025, Kosova po përjeton një fazë të rëndësishme të zhvillimit ekonomik, me trendet që parashikojnë një rritje ekonomike prej 4 deri në 5% sipas vlerësimeve vendore dhe ndërkombëtare. Por operatorët realisht me një vendim të zyrës së rregullatorit të energjisë elektrike në Kosovë, një rritje e energjisë elektrike prej 16.1% kanë nxitur reagime tek qytetarët dhe tek bizneset për ndikimin e kësaj në ekonominë e vendit. Për diskutuar për këto trende, por edhe për çështje të tjera të cilat lidhen me zhvillimin ekonomik në vend, në studio kemi Florin Aliun, profesor universitar në ekonomi. Zotja Aliu, faleminderit që jeni pjesë e studios tonë. Ridita. Fillimisht ideja e rritjes së 4 deri në 5%, 3-4-5% e zhvillimit ekonomik në Kosovë gjithmonë është vlerësuar që nuk është e mjaftueshme për një ekonomi relativisht të vogël edhe të varfër të Kosovës. Shto faktin këtu që inflacioni dhe rritja e energjisë elektrike ka ndikuar tej mase në kuptimin e ngadalësimit të ritmit të zhvillimit ekonomik. Si u dukën domethënë gjitha këto parametra? Po, shumë e saktë ata që tha aty është mendim pothuajse i përgjithshëm që rritja ekonomike është e pamjaftueshme, sepse me këtë nivel të rritjes ekonomike, tash tikshëre mungojnë shumë studime dhe kjo është një problem. Unë nuk besoj as tek këto dhëna, paraprakisht, po tash ti supozojmë që janë të sakta. Mendoni që është me vogël apo? Jo, mendoj që janë të pasakta. Mendoj janë të matur nga gabimisht, edhe tash tregoj pse janë të matur nga gabimisht. Ky nivel i rritjes ekonomike, që zhvillimi nuk ka nevojë shumë për dhëna. Njeri e shef zhvillimin, e vrehet zhvillimi. Për shembull, na diskutuam edhe paraprakisht, unë në Shqipëri e kam vrejt zhvillimin. Nuk ka nevojë as Fondi Monetar Ndërkombëtar, as Banka Botërore me tregu, sepse shoh nivelin e tarnave, nivelin e zhvillimit, stresin e përgjithshëm shoqëror, një depresion kolektiv që na ka kap, gjitha vijnë prej faktorëve ekonomik. Nëse arrin ti me zhvillu ekonominë, shumica probleme shkojnë në një linjë me to. Ki spitale më të mira, mjekët paguhen më mirë. Përgjegjësia ndaj punës rritet më shumë. Një punë e paguar mirë, një njeri që është i paguar mirë, nëse unë e paguana mirë për një punë, unë i fokuson asaj pune. Po nëse unë s'paguana mirë për atë punë, unë mendoj për një punë tjetër, si 90% e njerëzve në Kosovë, që menojnë edhe për një etarë në dytë, që kjo nuk është karakteristike e vendeve të Bashkimit Evropian. Për këtë arsye tani asnjë punë thuaj se nuk bëhet mirë. Edhe këtu nuk i fajsoj njerëzit. Po, ndoshta problemi i zhvillimit është problem shumë më i gjon, edhe na diskutojmë edhe për tranzicionin. Mirë, po ky nivel i rritjes ekonomike është i pamjaftueshëm. Pse? Sepse në studimet e kaluara, tash shumë gjëra edhe kanë ndryshuar. Konsiderohet që në tregun e punës futen dikon 20.000 dhe 25.000 veta. Rritja jonë ekonomike, kjo 3-4%, arrin me gjeneru vendet punës dikon 10.000, 12.000. Në me thëmë, gjysma mbeten jashtë tregut punës, për çdo vit po flasim. Për çdo vit. Konsidero që një pjesë dalin pensione sënë, është e pamjaftueshme. Për këtë arsye ti ki migrim edhe papunësi. Tashti, të problemi papunësisë për mua është një enigmë, mënyra matjes. Sa njerëz janë të papunë realisht në Kosovë? Metodologjia e matjes është një metodologji që ka shumë, në gjuhën angleze thuhet assumptions. Pa njohura. Domethënë nuk e dim një send, domethënë e konsiderojmë që supozojmë që duhet me qenë kështu. Po në realitet mund mos me qenë. Për shembull, për me tregu vetëm një fakt lidhur me papunësinë. Teorikisht konsiderohet se në 2% rritje ekonomike kualitative, me 1% ulet papunësia. Që nuk kupton në rastet kur kemi ramje ekonomike, papunësia rritet. Atëherë si është e mundën që në Kosovë në vitin 2020 ekonomia e Kosovës ka pas ramje ekonomike 6%, papunësia u ul. Ato janë interpretuar shumë edhe si do e quaja ndoshta dhe manipulim me shifra zyrtare? Tashti, këtu ka dy ide që qarkullojnë. Kështë ka qenë ku pandemia? Pikrisht, mirë po,
na po dojmë ju referu shifrave. Zyrtare. Shifra zyrtare. Sa rrimi ju besu atë në shifra. Kjo është e para, është e pamundshme. Ndërkohë që statistikat në vendet e rajonit tregojnë për rritje të papunësisë. Te na ka ulje të papunësisë. Po flasim për vitin 2020. Po flasim për vitin 2020, sepse në momentet kur ekonomia operon normalisht, atëherë kemi të vështirë me treguar nëse me të vërtet që kjo rritje ekonomike ka pas ndikim papunësi. Mirë, po kjo është një moment shumë i rëndësishëm. Qysh është e mundshme të jetë në rami ekonomike papunësia të ka ulë? Shumë biznesi mbyll në atë kohë, se vetë shifra tregon. Kjo është shpjeguar edhe një fakt tjetër që ka pas ndoshta për shkak të subvencioneve që i ka dhënë shteti, kalimi i punëtorëve në tregun jo formal, informal, në treg në paraqitje të rregullt. Atëherë kjo duhet më shpjegu, që domethënë nuk e ke ul papunësi. Ti është i ke legalizuar atë formalizu, po kjo nuk do të thonë që ja ke rrit ardhën atë njerëzve. Ke punësu më shumë njerëz. Pra kjo është një. E dyta, mënyra matjes të papunësisë është përmes metodologjia e matjes, tash unë kam edhe aty shumë dyshime për arsye se është e vërtetë që na kena bënë një progres. Po dhe vendet e Afrikës kanë bënë një progres. Gjithkund u pa një progres. Edhe jo domosdoshmërisht lidhet me inovacionin që ka ndodhur në Kosovë, kjo lidhet me inovacionin e përgjithshëm, kompjuteri, laptopi, interneti. Ka ndodhur në nivel global. Ka ndodhur për aty inovacioni përfitojmë edhe ne. Tashti, pyetja është ç'është masim standardin e jetesës. Indikatori i parë është niveli të ardhmave. Domethënë paga. Studimet tregojnë që motivimi për punën lind prej pagës. Atëherë, në Kosovë gjatë kësaj periudhe, unë e di që vetëm në vitin 2014 ose në 2015 ka pas një rritje signifikante të ndjeshme të pagave. Pjesa tjetër ka qenë shumë unë nuk di që ka pas rritje të pagave. Ose të paktën unë e shoh që s'ka rritje të pagave. Ajo mund më konë shumë selektive për disa persona, për pozita të caktume. Po rritje e përgjithshme e pagave nuk ka ndodhur. Po në punë civil ka qenë një rritje e pagave në janar të këtij viti në vlerë prej 50 eurove, ndërkohë që është premtuar edhe një rritje tjetër në korrekt. Nuk e kisha marrë me diskutu ato për arsye se aty kum pa që ka pas edhe shumë pak nasi. Është vërtet, është dërguar ligji pagave. Disa kanë treguar që ju ka ul paga. Ka pas nivelizim të vërtetë, në këtë vend vërtetën shumë vështirë është me gjetë. Mirë, po tash a kemi shpresë ndoshta ne do të lëvizim? Unë shpresën e kam shumë të paktë, për arsye se shumë indikatorë më tregojnë që zhvillimi do të jetë problem këtë vend. Edhe kjo janë arsye të shumta. Se do të jetë për shkak të politikave tona të gabuara si institucione shtetërore, për shkak të moszhvillimit të sektorit privat, apo ku qëndron realisht problemi? Cilat janë indikatorët? Normalisht që politika luan rol shumë të madh. Po marr një shembull këtu, Daron Akemoglu është fituesi i çmimit Nobel në fushën e ekonomisë, edhe pikërisht ai ndoshta keni dëgjuar dhe jo, ndoshta edhe keni lexuar librin Why Nations Fail, pse kombet dështojnë. Ndoshta titulli është Why Nations Fail, po pse shtetet realisht dështojnë. Edhe ai merr rastin e një qyteti në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Qyteti është me popullsi meksikane, po është i ndarë në dy pjesë. Pjesa që i takon Meksikës edhe pjesa që i takon Amerikës. Një popull, një gjuhë, një kulturë. Pjesa që është në veritë, në Amerikë, është shumë e zhvilluar. Edhe në raport me nivelin e të ardhmave, edhe në raport me jetëgjatësinë, edhe në raport me funksionimin e institucioneve, edhe në raport me pastërtimin e gjitha. Ta shtrohet pyetja, a është kulturore, a është etnike zhvillimi? Unë mendoj që jo. Domethënë vetëm duhen mu dizajnu politika cilët i motivojnë njerëz. Pse po dështojmë në hartimin për shembull ne nuk kemi reformë fiskale, ka vite që nuk është bërë në Kosovë. Unë mendoj që na nuk kemi njerëz, pika e parë. Nuk kemi njerëz ditën. Mendoj që ka pas deri për shkak se marr parlamentin si pikë referimi. Për shembull, unë nuk e ndëgjoj parlamentin e Kosovës. Unë do këtë një cirk.
një pjesë e madhe. Janë zgjedhurit e qytetarëve. Po, marr parasysh, edhe Hitleri u zgjedh në Gjermani. Vetëm një land i vogël në Gjermani nuk e ka votuar Hitleri. Por është krahasim shumë. Është krahasim. Ndoshta i paqëllueshëm. Duket shumë brutal. Se ti e morë një ekstrem, unë ta morë një ekstrem tjetër. Aty dikush ka mu propozu, dikush ka mu zgjedh në parlament. Ndoshta edhe me 30% se voton popullsia, dikush ka me shkuar në parlament. Unë kam respekt për disa deputet, që mendoj që janë serioz, e marrin punën me përgjegjësi, edhe e dim për çka janë aty. Për shembull, unë në profesionin tem unë e di për çka jam aty. E qartë. Edhe punën tem e kumbo. Ju thoni që faktori njeri nuk është duke, konkretisht institucionet e shtetit nuk janë duke ndërmarr reformat e duhura ekonomike. Është njëjtë sikurse një person i paditur me vendos para kompjuterit me kry një punë. Nuk din me kry atë. Qartë, por janë supozime shumë do i quaja të mëdha në këtë drejtim. Ku po dështojmë? Realisht cilt faktor ose ku po dështojmë si shtet? Qëra. Se unë e përvazhdoj aty ku kesh. Njerëzit e duhur në vendin e duhur. E qartë. Meritokracia. E qartë. A mendon ti që në Kosovë dikush mund më punësu sot pa të njohshëm në institucione shtetënore ose pa lidhje politike, vetëm se ka dijen? Si mendon ti? Ju jeni gazetare me përvojë. Nuk mundet. Unë nuk besoj. Nuk ma mërmenja. Por sot tregu ka ndryshu, kërkesat në treg ka ndryshu, që kanë ardhur. Po flasim për një dimension. Pajtohem me juve. Për shtetin. Por që kanë ardhur edhe si kërkesën ndrrimi të tregut ekonomik, migrimi i trinëve jashtë vendit. Sot ka ndrruar dhe kërkesën në tregun ekonomik. Migrimi është një dimension që na nuk mujmë menoj. E qartë. Polakët janë 42 milion në Poloni, dikon 40 milion thuhet që janë jashtë Polonisë. Pra është një proces i pandalshëm. E qartë. Edhe këto vende tjera kanë migrim, po tashti, mësi po kalum temën tjetër, cilët janë arsyet e migrimit. A dim na, për shembull sot, si shtet, cilët janë arsyet e migrimit? Ti mund me supozu, mund me thonë niveli tarë në këto, por nuk ka një studim serios që na tregon pse njerëzit migrojnë Kosovë. Unë pajtohem me juve që Kosova çalon te studimet kur vjen çështja te. Po janë të rëndësishme. Shumë të rëndësishme, sepse japi një pasqyrë të qartë ku jemi. Momentin që ti ulesh si vendimar, sikurse na këto që bazosh në çka kime bazu ti intervenimin. Është e qartë. Momentin që statistikat nuk janë të sakta. Atëherë në çka dush me ku e bazon ti intervenimin? Prandaj unë mendoj që kjo shoqëni edhe ky shtet duhen me reflektu seriozisht. Pse? Unë shoh rreziqe shumë të mëdha, pikërisht ju e përmendet migrimin. Për Poloninë e për vende tjera të mëdha është problem, po jo dhe shumë i madh. Sa për Kosovën, sa është vendi? Nuk e dim sa jemi me banor, pra pellati cenzusi e marr me pikë pyetje. Unë besoj që jemi te 1.3, 1.4 milion banor. Shumë pak. Pak kohë mjaftojnë për me ndryshu struktura popullsisë. Unë kam qef me jetu me një shtet ku jeton shqiptarët. Se dashuria për vend... Edhe komunitete tjera, cilat janë pjesë e këtij vendi. Edhe komunitete tjera, po mirë po, unë mendoj si majorancë, unë po foli këtu për mundësi të ndryshimit total strukturës popullsisë. Edhe besoj që e kuptoni për çka po flas. Prandaj, unë mendoj që duhet mi dhënë sinjale kësaj shoqënie, që këtu në këtë vend ka gjas, nëse i shkollum, nëse ki dije, ti me pas edhe funksione udhëhecse në këtë vend. Edhe unë në momentin që e shoh që një njeri i dishëm, një njeri i mëshëm është në funksione udhëhecse, edhe nëse gabon, e di që e ka bo analizën. A kur e shoh një njeri pa dishëm, që është në funksione udhëhecse, nëse e ka bo një gabim, unë mendoj që është i qëllimshëm. Ky është mendimi jam, mund më koni anshëm këto. Kemi një rritje të energjisë elektrike për 16.1%. Ka pas reagime nga ana e qytetarëve. Bizneset, disa nga ta madje po thonë që fatura e rritjes tyre do të përkthehet në 260%, që duket një rritje enorme e energjisë. Prandaj nga 1 qershori pritet të dalin në treg të hapurat apo e kundërshtohen për shkak të operatorëve etj. Realisht, a ka mund ose a është dashur të shmanget ky vendim, të paktën për bizneset, cilat përveç që gjenerojnë të hyra taksa, gjenerojnë edhe vende pune në këtë vend. Ok,
Okej, po filloj pi fundit, për bizneset. Për bizneset. Më do të pikë shumë interesante. O shumë interesant, sa herë ndodh një krizë, pika e parë mendohen bizneset. Jo veç këto, gjithë botën. Po çka njerëzit? Po çka njerëzit e varfën? Ju e dini që në Kosovë ka ende varfëni ekstreme. Po çka ata? Do shta na duhemi me fillu edhe me mendu për narrativën qysh me zhduk varfënin. Qysh me ndimu njerëzve. Varfëria zhduket duke punësu njerëz, duke kriju bizneset. Po pikërisht ajo nuk ndodh. Pse? Sepse biznesit, nëse e takson pak, edhe i lën fitim, ai shkon e blen X500, nuk e shpërndan të punëtorët. Edhe kjo ndodh në shumë në vende. Pastaj pjesë që duhet ndërhyj shteti përmes ligjeve. Të lutem. Dy ide e ndajnë ekonominë. Janë idetë e djata edhe të majtat. Po. Idetë e djata janë këto. Pra, taksimi ullt për bizneset, liri ekonomike maksimale, edhe ku na dërgon? Për shembull, nëse ju kujtohet kriza vitit 2008-2009, po? Globale. Po, globale, po edhe me përqendrim në Evropë, ne se të na nuk kemi prek, për arsye se nuk kemi pjesë tregut global ose indirekt, përveç trustit, që është i rëndësishëm sepse janë pensionet e njerëzve, janë kursimet edhe sektori bankar duhet thonë që nuk kisha thënë sepse nuk u koni integruar. Okay. Pika e parë u diskutoshin bizneset. Pra, parat e taksa paguzve, parat e punës tonde, ti pagun taksa me një shpresë që kanë më të bërë rrugë më të mira, spitale më të mira, shërbime publike më të mira, edhe ato para kanë shku te bizneset. Pse? Nëse ju besoni te idetë e djata, sepse këtu ne kam problemin, shumë njerëz këtu promovojnë ide që nuk i kuptojnë ato. Atëherë kalon besim në formë të fesë. Nëse ti beson në idetë e djata, ekonomia nuk kupton vetë rregullimin. Kjo është pra ideja e djatë. Pra, nëse një biznes dështon, vjen biznesi tjetër që e bën më mirë. Prandaj ne po të them që nuk ka nevojë të përdor paratë e shtetit, mund ndihmu çdo herë bizneset. Duhet më mendu edhe qytetarët. Pikërisht. Po mirë. Tashti, për me elaboru deri në fund. U dash buxheti i shtetit, sepse u dash buxheti i shtetit për mi shpëtu bizneset. Kjo po flasim në kohë të pandemisë. Në kohë të pandemisë, në kohë të krizës, edhe shumë vende tjera. E fola në përgjithësi. Jo domosdoshmërisht ka nevojë çdo sen më kontekstualizu. Po, unë kam një ide tjetër, për shembull në raste të krizave, ndoshta duhen të ndihmu qytetarët. Ndoshta kemi ndërtuar një sistem ekonomik që është i gabueshëm, që përfitojnë vetëm disa. Pse po të them këto? Sepse dhanat tregojnë 1% e njerëzve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës i marrin 60% të armave. Të kapitalit të përgjithshëm. 10% e njerëzve i marrin 80% të armave. 50% pjesa e poshtme e popullsisë i merr veç 3%. Tashti, një shkencëtar sot që zbulon kurën kundër kancerit paguhet me një rrogë të zakonshme. Një menaxher i një banke që përfitojnë vetëm pronarët e bankës, të përfiton kur gjove asa punë, paguhet 10 herë më shumë saj. Atëherë, a janë këto sinjalet, nuk është në gjithë botën. Cila do duj, ose nëse do të shkonim me këtë që po thoni ju, ndërhyrja e shtetit, ose mbështetja, e institucioneve shtetërore, ndaj shtresave më të marginalizuara, shoqërisë do e quaja. Në anën tjetër kjo përkthehet edhe me krijimin e kategorive sociale. A do t'ishte më e mirë që një kategori sociale t'i gjenerohej vendi punës, që pastaj do të paguante taksa dhe do të ndihej më i vlefshëm për këtë shoqëni, se sa t'i ndahej një shumë simbolike 100-120 euro për standardin e Kosovës që nuk të bën jetë dinjitetshme. Okej. Atëherë unë po bëj me një pyetje retorike për mu përgjigj vetë. Na e kena implementu këto politika. Vazhdojnë. Po, pse s'kan funksionu? Pse ende kemi varfëni? Pse ende kemi papunësi? Sepse s'kemi vene të gjeneruara të reja punës. Pikrisht. Atëherë derisa s'ka punë apo ka mungesë të vullnetit për punë? Lutna, lem ta përfund deri në fund. Momenti që s'ka punë është fakt. Në vendet e Evropës perëndimore, nëse je i papunë ki mbulesë për papunësinë. Për një periudhë po. Për një periudhë caktuar ki mbulesë. Për ato janë ekonomi të zhvilluara. Njerëz janë edhe ata. Sikur se na.
jetojnë njëjtë. Por kanë taksat larta, të cilat tatimohen nga pagat. Mos ti përzim krejt asanet. Taksat e larta janë për arsye tjera atje, sepse kanë popullsi shumë në pension. Edhe atje sistemi është pay as you go. Ti pagun sot për ata që janë pension. Për pension. Po i njëjta gjë pak a shumë bëhet edhe këtu. Jo, këtu je me sistem të kontributeve definuar. Një pjesë është pay as you go. Për ata që janë me pensionin bazik. Po ne sot punojmë për një gjeneratë e cila sot. Po, ti punon, po e pagun kontributin. Është e qartë në fondin në trustin pensional, por edhe pensionet bazike, 100-120 euro paguhen. Pikërisht, tash domethënë taksat e larta atje janë sepse struktura e popullsisë është më e vjetruar. Kthehemi te skemat sociale. Kthehemi te skemat sociale. Pikërisht. Kjo është qeveria e majt. Edhe këta shohin kështu botën. Po, është qeveri djathta. Para vetëvendosjes. Kemi pas gjithë shka këtu. Po. Mirë po, ato që s'kemi pas, unë e shoh progresin. Me gjitha. Po. Sepse për dikon më konë, nuk e di jo, a dini që për shumë, për me handa zhvillimit ekonomik, futet edhe betonizimi i krejt Prishtinës, për shumë që kanë do. E qartë. Nëse ajo është po, është progres për diko. E qartë. Jo, ajo është... E qartë, e din çka po ai degradim urban, pajtona, por që progres financiar do e quaja për njerëzit që. Në shifrat e rritjes ekonomike e futet, po ajo ka feedback negativ. Negativ, e qartë. Prandaj duhem pas me shumë kujdes kur folim për zhvillimin. Unë mendoj që si njëri që i majt edhe unë e shoh nështë botën ndryshe për tjerëve. E kuptoj se këtu, për shembull, idet e majta nuk flejen, sepse asociojnë me idet komunizmit, ato kanë qenë si shtete terroriste, nuk kanë pas lidhje me të majtën. Nuk ka kuptu Enver Hoxha, Stalini kanë qenë ignorant, nuk kanë mujt me kuptu në çka është e majta. Mirë po flasëm për kontekstin aktual. Unë mendoj që skemat sociale duhen me ekzistu, përderisa na nuk arri me gjetë një zgjidhje për njerëz, për ata që thonë mu punësu, momentin që punësu, na e shohëm ato. A i s'është më skemë sociale. Po derisa nuk ka puna njeri, ti duhesh me majtë skemë sociale. Shpeshore shkru dilema pëse duhet punoj unë për dikë tjetër. Do me thënë, ka dhe teoritë të tjera cilat. Për të qenë ma konkrete... Ama ju e përmendet biznesit, atër që të pyetja pëse du me ju ndihmu bizneseve na. Sepse ata gjenerojnë vendet punës, cilët ju japin pastaj paga për punëtorët. Kjo është... Ekonomia e tregut lirë, paktën ndoshta në raport me teoritë e majta cilat ju po ju referoheni. Duken që ndoshta për këtë kohë janë treguar si historie më të suksesshme, nëse e shumë... Ki fjallën idet e majta. Në raport me idet e majta, mendoj idet djaftiste të ekonomisë, janë treguar... Si ku për shembull? Për shembull, po, shihni Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për shembull në raport me Kubën. Po Kuba nuk hinte. Po shkan në raport me Suedin. Si shpjegohet për shembull, Suedia dhe vendet skandinave janë diçka tjetër, janë ekonomi sociale liberale, si quhen. Që deri në vitin 1936 Suedi kanë fitu gjithmonë partitë e djata, nuk ka pas skema sociale, ka qenë një ndër vendet më të pabarabarta në botë. Në vitin 1936 ka ardhur një parti e majtë. Edhe ka thonë, këtë vend nuk ka më varfëni. Na kena me gjetë metoda qysh me zhduk varfënin. Edhe ato skema sociale që i përmendë është njona. Ekzistojnë metoda që zhvendosen njerëz për varfënisë. Tash më imi të rëku... Po që ata kanë zhvillu biznese, kemi rastin e IKES, për shembull, është e njohur në Pi përzim shumë se... Jo, nuk, do me thënë, është çështje... Ndoshta ju e shifni ndryshe këtë problem. Unë kam marrë me tregu mendimin tim që e shoh. Po në kontekstin e Kosovës, nëse e përkthej. Në kontekstin e Kosovës, unë e tregova. Ekzistojnë forma qysh mu zhvendos njerëzit prej varfërisë, domethënë prej skemave sociale. Për shembull, një ndër metodat që përdoren, që tregu e suksesshme është, nëse ti si biznes e punëson dikon prej ti grupi shoqëror, atëherë ti taksa jote ullet. Edhe kjo i motivon bizneset me gjetë persona në këto grupe shoqërore. A ekziston kjo politikë na jo? A shef që ka metoda. Kjo është një ndër, po ekzistojnë edhe shumë forma tjera. Po aty realisht diçka një përmes platformës punësimit që ishte ajo që qeveria subvenciononte për punëtorët e ri deri në 6 muaj një ja, ne po duhem rrit te një pikë ku e kam fjalën që
Po që u kesh përdor. Albin Kurti i ka fitu zgjedhjet edhe është i majtë, nuk dyshojnë ata. Ai beson në këtë bindje. Dhe unë mendoj që ndoshta është koha që na gradualisht me mendu, edhe seriozisht me mendu, që në këtë vend për një mandat caktuar me shtuk varfnin. Me qenë prioritet i këtij vendi. Normalisht qeveria e diskutum. Po mirë, po ku me i marr ato fonde pastaj? Unë tregova, nuk lidh, jo mi punësu gjithë në qeveri. Jo, absolutisht tajtohem me ju. Por sektori privat është punë dhënë si më i madh në vend. Atëherë, kjo është një politikë më integrume, ku preken shumë sfera. Edhe është, domethënë, ku hap pas hapi, ndoshta keni dëgjuar për këtë librin Atomic Habits, shprehjet atomike. Ai shpjegon për mënyrën që arrihet progresi me hapa shumë të ngadalshme. Jo me switch vendimet njëhershme. Kjo mjafton me qenë si prioritet. Masanej, nëse s'ki eksperta këtu që din për këto probleme, ti paguni bjen për jashtit, apo? Edhe arrin deri te një konsenzus shoqëror që ti me të vërtet e ki seriozisht që nuk ka brenda 4 viteve, ose nëse nuk do të zhduket e gjithë të paktën të ullet. E tashti, ku diskutohet për idetë e djatëta, pse unë mendoj që nëse i lën më shumë hapësinë fitimi bizneseve, son, nuk kanë tregu dhënat shkencore që ajo që thirrët trickle down economics, domethënë, prej nalt shkon poshtë. Pse? Sepse një pjesë aty në njerëve shkojnë blejnë jets, shkojnë blejnë banesa private, shkojnë blejnë këto, shkojnë blejnë ato, po nuk transmetohet te paga punëtori. Po veçani keni rastin e Kinës. Kina është një histori e krejt tjetër, si sistem politik është sistem i kontrolluar, është shtet komunist. Por në anën tjetër e ka liberalizimin e ekonomisë dhe është tregu histori shumë e suksesshme në zhvillimin ekonomik. Qëre, Kina nuk është besoj që reformat ekonomike i ka bo cilat janë mirë, por nuk është një shtet me liberal ekonomik. Për këtë arsye Trumpi sot fol për taksa. Jo, tarifat janë si rezultat i disa senave. E para janë property rights, drejtat autorëve. Për shembull, ekziston një kompani në Shtetet Bashkuara të Amerikës që prodhon barna për smundje të rralla. Edhe ata hulumtojnë për shembull 5 vite, 10 vite për një bari, për smundje shumë të rralla që infektojnë ndoshta vetëm 20.000 njerëz. Te përfundojnë. Edhe në momentin që ata e marrin patentën, ata caktojnë çmimin për ata. Edhe ta shkojnë ja kopjojnë. Është e qartë, po në anën tjetër kursin e këmbimit e tjerë. Pra po duam u kthy te çështja e bizneseve në Kosovë. Shpesh referohet që nuk ka investime ose tërheqje të investimeve të huaja në vend, që shpesh vjen edhe si rezultat i zhvillimeve politike në vend. Një vend që shpesh paraqitet. Ti përmend Kinën. Kina politikisht nuk është stabile, por ka investime të huaja shumë direkte. Kina është vend stabil sepse ka kuptimin e kontrollimit të shtetit mbi gjithçka që risku politik lidhet me këtë. Është e qartë, por Kosovë shpesh domethënë ka jo stabilitet politik. Ke sulm terrorist në 2023 në Banjsk, pastaj ka pas nxitje, ka pas momente kur është thënë që lufta afër, domethënë është paraqit si një vend i pasigurt. Jo veç nga kjo qeveritë e kaluara është paraqitur edhe si vend me korrupsion dhe krim të organizuar shpeshherë shumë më të lartë, dhe kjo ka ndikuar në ideja është që ne kemi një diasporë kogja të madhe në kuptimin e shqiptarëve që jetojnë jashtë vendit. Pse nuk kemi arrit? Ata investojnë në patundshmëri dhe remitenca për konsum të përditshëm. Pse s'kemi arrit me i përkthy në investime kapitale serioze që do të punësonin, do të gjeneronin vendin pune, do të paguanin taksa, është një benefit shumë i madh për shtetin, edhe për qytetarët. Që ajo është fakt që ata kontribuojnë jashtëzakonisht shumë. Diaspora është një komponent i rëndësishëm i zhvillimit i ekonomisë tonë. Por, kur të flasëm për zhvillim ekonomik, ndërkombëtarizim të ekonomisë tonë. Po jemi ekonomia vogël. Po ndoshta kemi përparësi në diçka krahasuese. Okay. Sepse fuqia punëtore e lirë është një përparësi krahasuese. Është e re mosha e popullatës relativisht e re. Po, sepse atëherë lypen
inovacione, dije. Do më thonë, ti nëse e prodhon një produkt, kam ta blet dikush atë produkt. E në këtë rast vjen dija, vjen arsimimi, vjen shkollimi i njerëzve. Nuk mjafton ti vetëm e qel fabrikën. Po ti arsyeja pse pe qel atë fabrikë. Cili është qëllimi? A ki idenë, sa ki eksperiencë në atë fushë. Domethënë gjitha këto janë të rëndësishme. Tash këtu ndoshta është temë shumë e gjonë, këtu ka ndodhur shumë privatizime, ka ndodhur një tranzicion e ekonomisë tonë me një formulë që u imponu, pothuajse këtu pa një analizë shumë të thellë. Privatizimi nështë edhe s'ka pas zgjidhje tjetër se ju i përmendi vendet e Evropës lindore, po ato kanë pas valutat e veta, kanë trashëguar institucionet e veta. Ne kemi kriju gjithçka nga fillimi, është e vërtetë. Për shembull, mas luftës kompanitë kanë pas nevojë për investime, për ndryshim teknologjisë, edhe ato mjete nuk kanë ekzistuar. Prandaj nuk ka pas zgjidhje tjetër përveç se shitje direkte e këtyre. Por shpesh janë shit për çmime qesharake. Shpesh janë shit edhe për çmime qesharake, edhe gjitha. Pra, është komplekse nëse shkojmë. Po pse s'kemi arrit me adresu çështjen më thonë as sot s'kemi as liç të diasporës. Me dalë, me bisedu me ta dhe me thonë Kosova ka nevojë për shembull për investime në këtë fushë. Të gjendet një biznes diku jashtë vendit me përbërje shqiptare, por edhe dikot huaj dhe të krijojnë kushte të favorshme për ta. Një tokë, një trajnim nga ana e shtetit për punëtorët që do të ofronte. Do të thënë, të krijojnë politika të tilla aktive, të cilat do të tërhiqnin investimet. Tash ka ta mendja, pse? Mosdia, korrupsioni, mosdëshira, gjitha. All together. Unë mendoj që janë all together. Na po vëmi një shoqëni e kapitalizmit egër, veçëm interesin privat. Unë frigoj që këta njerëz që na përfaqësojnë e mendojnë për interesin publik. Mendojnë për interesin privat, këtu shumica e njerëzve bojnë, se thuhet që mas çdo absurdi më shifet një rrogë. Dhe domethënë nëse mendojnë realisht për këta njerëz, këta duhen më ul edhe seriozisht me mendu. A pi shef që shmirën reformat ekonomike janë të kufizume vetëm në disa njerëz. Nëse zgjenohet, për shembull, në vendet e Europës perëndimore, çdo kryeminist ka këshillin ekonomik kombëtar, po jo si ky këtu. Po. Janë profesora, janë njerëz të fushës, janë eksperta, cilët ati japin alternativa për një problem. Nëse jo kjo. Tani ai vetë merr vendimin. Po ai ka në tavolinë ato alternativa, apo punon vetëm me një alternativë. Janë dy veta që i kallëzojnë diçka. Tjera, kaq besoj, kuptoj prej, paktën për kësaj fushë, nuk ka njerëz. Këta po ta them sinqerisht. Nuk ka njerëz. Po e shihni edhe problemi është aty se këshire, një njeri i përgatitur e bën me vullnet atë punë. Unë punën ta bëj me vullnet. Stjali, jemi në fund të emisionit. Si e shihni daljen nga kjo? Po pikërisht ato që thash, domethënë, zhvillimi i kapitalit njerëzor. Një rritje e pagave e ndjeshme. Për shembull, ju institucion publik, një rritje e pagave, ju mund t'i vënë gjithë juve. Që s'ka ndodhur nga viti 2007 në radio televizionin e Kosovës. Pikërisht. Unë jam pro rritjes pagave. Pse? Sepse është konteksti. Sa janë dikon 700-800 milion euro që rrin të pashfrytzuar në bankë qendrore. E dyta, borxhi publik është shumë i ulët. Na kemi momentumin sepse njerëzit po na largohen. Duhet me marrë rritje minimum 50% e pagave. Me çdo kosto. Sepse na dojmë që këta njerëz me na nejt këtu. A kupton? Edhe për këtë arsye e para duhet më kon rritja e pagave në ditën e parë të punës. Ministri i Arshëm duhet me nënshkruaj rritjen e pagave në sektorin publik. Sektori privat e përcjell. Ta garantoj ato. Sepse ka dhana mënyra që funksionojnë e përcjell, nuk ka shkon, sepse masane bëhet sektori publik atraktiv për punë. Po kjo ka qenë deri vonë në Kosovë. Pikërisht po them pra. Por që nuk kthehet mirë në terma të bizneseve. Një rritje e pagave minimum me 50% në sektorin publik. Unë mendoj që qeveria e ardhshme, cila do që është ky kombinim, ka me bëu këtë veprim. Sepse e kanë kuptuar që kjo duhet me ndodhë pa tjetër, një rritje e pagave minimum me 50%. Pa ato koeficientat, pa ato komplikimet. Sa ki pagën ti? 50%, plus 50%. Ato koeficienta, ato komplikime, ato kugjehe që janë,
Se kumpana mbështetje buxhetore mendoni për ka mbështetje buxhetore. Pse? Ku kemi quti pagën tonë? Kemi shpenzu këto në Kosovë. Një pjesë e pagën tonë. Stjali, një pyetje krejt për fund. Kosova ka 2 vite që gjendet nën sanksionet Bashkimit Evropian, ka zëra që kanë bë thirrje për largimin e këtyre sanksioneve. Si e shihni? Unë mendoj që këto sanksione këto janë politike. Nuk besoj që Kosova futet në listën e vendeve Rusie, Belorusie këto. Da edhe pse është nën sanksione, është një lloj kushzimi që i bëhet. Për tema të cilat nuk kemi më hapësinë edhe mi diskutu. Andikojnë. Unë mendoj që këto sanksione Trumpi ju e pa që i mbylli shumë organizatat huja, kanë me pas ndikim. Mirë, po na zhvillimin kena me bo pi vendit ton, nuk kena me bo për ndimave të huja. Kështu që, unë mendoj që këto sanksione kanë mu hjek, në qeverinë arshme kanë mu hjek, e kom një bindje, një rritje e pagave ka me ndodh, nuk ka qare pa ndodh. Jeni optimist që do të largohen këto sanksione nga? Unë mendoj që po, sepse janë politike dhe janë, është taktik. Do me thonë, nuk e ka marrë shumë seriozisht, përveç jenë diskutu gjënësisht, nuk jenë marrë edhe shumë seriozisht, sepse mënyra që shka narë dihen. Nuk është që, do me thonë, në ka moni izolim, liberalizimin e vizave kemë, na po flasëm për terma tjerë. Unë mendoj që kjo është parancishme në kuadrë të asaj të rëndësishme si tash rritja e pagave. Nëse dikush është ministri i jashtëm financa, pika dita e parë e punës është rritja e pagave me çdo kusht. Nuk muj milion popullin e Kosovës. Kjo rritje e çmimeve kaq shumë. Me lejuan ti mos më pas asnjë rritje të pagave. Është e papranueshme. Unë sot po diskutoj shumica e njerëzve pagën e çojnë të ushqimi. S'flasim për diçka tjetër, vetëm për bazike. Nuk guxoj me leju ato. Stjali, unë ju falenderoj shumë për kohën tuaj. Të nderuar dëgjues, ishim në studio me profesor Florena Eliu, profesor universitar në ekonomi, me cilin kemi zhvilluar një intervistë për trendet zhvillimin ekonomike në vend. Nga unë Berian Mustafa, miru dëgjofshim sërish nesër.